Kishte përshtatur lokalin për përdorim droge dhe për lojra fati. Kapet në flagrancë dhe vihet në pranga 39 vjeçari. Sekuestrohet një sasi lëndë narkotike kanabis, fara të dyshuara kanabis, një valigje me çipsa pokeri, letra bigjozi, si dhe një mjet preros thik. Në zbatim të planit të masave për rritjen e parametrave të sigurisë dhe goditjen e paligjshmërive, bazuar edhe në informacionet e siguruara në rrugë operative, shërbimet e komisariatit të policisë Vaudeos, në bashkëpunim me forcat e posaçme shqiponja, organizuan dhe finalizuan operacionin policor të koduar Stajka. Si rezultat i këtij operacioni, u arrestuan në flagrancë shtetësi AP 39 vjeç, banues në fshatin Stajk. Gjatë kontrollit të një subjekti bar kafe në përdorim nga shtetësi AP në fshatin Stajk, shërbimet e policisë gjetën dhe sekuestruan një sasi lëndë narkotike kanabis, një valigje me çipsa pokeri dhe letra bigjozi, të cilët përdoren për lojra fati. Gjithashtu, gjatë kontrollit të banesës së këtij shtetësi, shërbimet e policisë gjetën edhe një sasi tjetër lëndë narkotike kanabis, fara të dyshuara kanabis dhe një mjet preros. Materialet procedurale i kaluan prokurorisë për veprën penale, prodhim i shitjeve dhe narkotikëve, përshtatje e lokalit për përdorim droge, prodhim, mbajtje, blerje apo shitje pa leje e armëve të ftohta, vënje në dispozicion e lokaleve për lojra fati, organizim i lojrave të fatit.